E pabesueshme, por e vërtet, Facebook nuk është thjesht një rrjet social, është një planet virtual me miliarda banor, kujtime, emocione, sekrete dhe fuqinë më të madhe se shumica e shteteve. Ajo që ndodh në Facebook nuk mbetet në Facebook, prandaj bëhu gati. Këto fakte do të lënë me gojë hapur. A e dini që Facebook ka më shumë përdorues se çdo shtet në botë? Me më shumë se 3 miliard përdorues aktiv çdo muaj, Facebook ka tejkaluar çdo kufi gjeografik, gjuhësor dhe kulturor. Nëse Facebook do të ishte një vend, ai do të ishte shteti më i populluar në histori, shumë më i madh se Kina apo India. Kjo superfuqi digjitale i lidh njerëzit në çdo cep të globit, nga qytetet më të mëdha të botës deri te fshatrat më të largët. E pabesueshme është se ky komunitet virtual nuk ka ushtri, nuk ka kufi, por ka një ndikim të jashtëzakonshëm në politikë, ekonomi dhe kulturë globale. Ndërsa ti po e dëgjon këtë, miliona njerëz janë duke komentuar dhe shpërndajnë lajme, debatojnë apo pëlqejnë foto. A e dini sa foto ngarkohen çdo ditë në Facebook? E paimagjinueshme, mbi 350 milion foto. Imagjino, një galeri gjigande ku për çdo sekond shtohen qindra imazhe nga të gjitha anët e botës, që nga mëngjeset në Tajland, tek dasmat në Shqipëri deri tek perëndimet në Peru. Ky numër mahnitës e bën Facebookun një nga arkivat më të mëdha vizuale në historinë e njerëzimit. Nga selfit, kujtimet familjare, udhëtimet, ushqime, deri tek memet, çdo moment i vogël apo i madh merr jetë dhe ruhet aty përgjithmonë deri në momentin që ti e fshin vetë. Dhe mos harro, kjo ndodh çdo ditë, më shumë se 4000 foto në sekond, një shpërthim imazhesh që dokumenton jetën moderne në kohë reale. Postimi yt i parë në Facebook nuk fshihet kurrë, veç nëse e fshin vetë. Mendon se e ke harruar çfarë ke shkruar në 2009-ën? Ndoshta një status si nuk kam ç'të bëj duke pirë kafe, apo një foto me një filtër të çuditshëm. Mos u çudit, Facebook ende e mban mend shumë mirë. Platforma ruan gjithçka që poston, statuset, fotot, komentet, madje edhe emojit që ke përdorur më vite më parë. Edhe nëse ty të duket e largët ajo kohë, por serveret e Facebookut është sikur ka ndodhur dje. E vetmja mënyrë për ta zhdukur përgjithmonë, ta fshish vetë me dorë. Përndryshe, ai postim jeton në heshtje dhe pret ndoshta një kujtim në këtë ditë për të rikthyer papritur. Facebooku gjithmonë e di ku je, edhe kur nuk e përdor aplikacionin, edhe nëse e ke mbyllur aplikacionin dhe ti ke bërë logout, Facebook mund të vazhdojë të mbledhë dhëna për vendodhjen tënde nëpërmjet GPS-it, Wi-Fi dhe sinjalit celular. Nëse se ke kontrolluar ndonjëherë rubrikën Historia e vendodhjeve, ndoshta do ta habitesh, mund të gjesh një hartë të saktë të çdo vendi ku ke qenë. Pse e bën këtë? Për t'ju serviru reklama më të përshtatura, për të analizuar zakonet e tua të lëvizjes, kështu nëse ke kaluar pranë një picerie, mos u habit nëse nesër të shfaqet një reklam për të në news feed. Gjithmonë, shkoke location setting, ndoshta është koha për të bërë një pastrim të vogël digjital. Çfarë ndodh me llogarinë tënde në Facebook pasi të vdesësh? Facebook ka një funksion të veçantë të quajtur llogari përkujtimore. Kur një përdorues ndarron jetë, familjarët ose miqt mund të kërkojnë që profili i tij të shndërrohet në një faqe përkujtimore. Njerëzit mund të vazhdojnë të postojnë kujtime ose mesazhe ngushëllimi. Askush nuk mund të hyjë në llogari përveç nëse përdoruesi i ndjer kishte caktuar më parë një kontakt të legalizuar për një person që ka të drejtë të menaxhojë faqen përkujtimore. Dhe ja ku vjen pjesa më interesante. Në vitet e ardhshme, numri i Facebook-ve të vdekurve mund të tejkalojë numrin e atyre të gjallëve. Disa studiues parashikojnë se deri në fund të shekullit, Facebook mund të shndërrohet në varrezën më të madhe digjitale në histori. A e dini që Facebook të njeh më mirë se sa mendon, madje edhe më mirë se vetja? Sipas një studimi të një universiteti, algoritmi i Facebookut mund të parashikojë personalitetin tënd më saktë se sa familja apo miqt, apo edhe partneri yt. Vetëm duke analizuar like-et që ti bën në faqe, komente dhe ndërveprime,
Platforma arrin të zbulojë nëse je ekstrovert apo introvert, sa i qëndrueshëm emocionalisht je, çfarë prirësh politike ose fetare ke, madje dhe inteligjencën dhe zakonet e tua. Për shembull, vetë 100 like të analizuara i mjaftojnë sistemit të Facebookut që të njohë më mirë se një mik i ngushtë, me 300 like të njeh më mirë se partneri yt dhe 500 e më shumë më mirë se ti vetë. Kështu që herën tjetër që klikon like mbi një faqe, mbi një meme apo artikull politik dhe një video, mund të kujtohesh që dikush po të lexon, sepse ti je si një libër i hapur. Like-u më legjendar në historinë e Facebookut është ai foto së Barack Obamës duke përqafuar Michelle Obamën pas zgjedhjeve të 2012-s, me mbi 4 milion pëlqime brenda pak orësh. Kjo foto u bë postimi më i pëlqyer ndonjëherë në Facebook në atë kohë, një moment historik digjital që pushtoi rrjetin. Facebook ndjek çdo klikim që bën, edhe ato që nuk i sheh askush. Edhe nëse shkruan një status, por e fshin para se ta postosh, Facebook e ka ruajtur, rrjeti më i madh social në botë, analizon jo vetëm çfarë ndan, por dhe çfarë mendon të ndash. Një kujtesë se në këtë botë digjitale, as mendimet e papublikuara nuk janë më krejtësisht private. Mark Zuckerberg paguhet me $1 në vit si shef i Facebookut. Po, vetëm $1, po mos u shqetëso për të. Me një pasuri që ka përzier $100 miliardë, ai është një ndër njerëzit më të pasur në planet. Kjo strategji simbolike përdoret shpesh nga miliarderët për të treguar përkushtimin ndaj kompanisë së tyre, ndërkohë që fitimet reale vijnë nga aksionet. Facebook është ndaluar në disa vende të botës. Në vende si Kina, Korea e Veriut dhe Irani, qytetarët nuk kanë qasje të lirë në Facebook. Autoritetet i ndalojnë këto platforma për të kontrolluar informacionin dhe për të kufizuar lirinë e shprehjes. Në këto shtete, përdorimi i rrjeteve sociale perëndimore mund të çojë madje edhe në ndëshkime serioze, ndaj shumë njerëz përdorin VPN për të hyrë fshehurazi. Facebook mund të parashikojë dhe ndarjet në çift. Sipas analizave të brendshme të platformës, kur dy persona janë në një lidhje, fillojnë të nënveprojnë më pak mes tyre, më pak pëlqime, komente apo mesazhe. Kjo shpesh është një shenjë paralajmëruese e ndarjes. Algoritmi i Facebookut mund të vërejë këtë rënje të aktivitetit romantik dhe ta përdorë si indikator për krizën në marrëdhënie, ndonjëherë përpara se vetë çifti ta kuptojë. Në vitin 2004, Mark Zuckerberg krijoi Facebookun në një dhomë në Harvard. Ajo që nisi si një faqe për studentët sot është bërë një nga platformat më të fuqishme në botë, me miliarda përdorues. Kush do ta kishte menduar se një ide do të pushtonte botën? Dikur butoni like që është aq i njohur për të gjithë quhej ASOM. Ky ishte emri fillestar që ekipi i Facebookut kishte në mendje për të shprehur pëlqimin, por fatmirësisht fjala like doli më e thjeshtë dhe universale. Sot like është një nga ikonat më të përdorura në botën digjitale. Facebook përkthen automatikisht mbi 6 miliard postime çdo ditë. Po, e dëgjove mirë, 6 miliard në ditë. Me përdorues nga 190 vende dhe qindra gjuhë të ndryshme, Facebook ka ndërtuar një nga sistemet më të fuqishme të përkthimit automatik në botë. Fal inteligjencës artificiale, platforma mund të kuptojë, përkthejë dhe përshtat përmbajtje në mënyrë që çdo përdorues, pavarësisht gjuhës që flet, të ndjejë se është pjesë e një komuniteti botëror. Që nga statuset më të thjeshta te komentet, postimet me përshkrimin e fotove, gjithçka përkthehet në sekonda. Ky është një shembull se teknologjia po i afron njerëzit më shumë se kurrë. Sistemi i përkthimit të tij përdoret më shumë se 100 miliard parametra për të analizuar kuptimin dhe kontekstin e çdo fjale. Dhe ai përmirësohet çdo ditë nga vetë përdoruesit. A e dini cilat janë fotot të shpërndara më tepër në këtë platformë? Lindje, ditëlindje dhe çdo moment tjetër, sidomos me fëmijët tuaj, janë disa nga postimet më të shpërndara dhe të komentuara në Facebook.
Edhe pse ka miliarda postime çdo ditë, asnjë nuk mund të krahasohet me pasionin dhe lumturinë që një foto e një fëmie sjell tek përdoruesit. Postimet me fëmijë shpërndahen 50% më shumë se postimet e tjera. Fotot e lindjeve dhe momentet intime janë ndër më të pëlqyera në rrjetin social, shpesh duke shënuar rekorde në pëlqime dhe në komente në kohën më të shkurtër të mundshme. Çdo gjë që kërkon ruhet, edhe nëse e fshin historikun e kërkimeve, Facebooku e ka regjistruar për një analizë të mëvonshme. Algoritmi i Facebookut ka një memore të pasur që i mundëson të mbajë shënim çdo kërkim që bën. Historiku i kërkimeve ruhet për një kohë të pacaktuar, madje edhe pas fshirjes nga përdoruesi. Facebook është përdorur për të shpëtuar jetën. Ka patur raste ku përdoruesit kanë shpëtuar jetën e tyre duke kërkuar ndihmë në Facebook, duke postuar gjendjen e tyre shëndetësore dhe duke përdorur platforma për shpërndarje urgjente. Gjithashtu në Facebook janë gjetur edhe shumë persona të cilët kanë humbur. Një problem për Facebookun është se ka rreth 50 milion llogari të rreme që janë të aktivizuara në të. Është tepër e madhe dhe një nga sfidat kryesore me të cilat përballet reforma. Përpjekjet e Facebookut për të mbyllur llogaritë e rreme janë të vazhdueshme. Kompania ka investuar shumë në teknologji të avancuara për fshirë inteligjencën artificiale dhe algoritme të specializuara për të identifikuar dhe fshirë këto llogari sa më shpejt që të jetë e mundur. Për të mbajtur sigurinë në Facebook vazhdon të përdoren metoda të reja si verifikimi i dyfisht për llogaritë e dyshimta dhe shtrëngimi i politikave për verifikimin e identitetit të përdoruesve. Pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme, betejat kundër këtyre llogarive të rreme mbeten një sfidë e madhe për çdo platformë sociale. Të nderuar miq, cili nga këto fakte mbi Facebookun ju bëri më shumë përshtypje? A e përdorni llogarinë tuaj në Facebook dhe tregoni të vërtetën, sa llogari Facebooku keni hapur? Do të ishim kurioz të lexonim komentet tuaja. Ju lutem bëni like dhe share kësaj video sepse na ndihmoni të rritemi. Ju falenderojmë për kohën tuaj. Shihem në videon e radhës.